Mirë se vini në një episod të ri të e drejta e imigracionit me avokatin Fabio Lo Scerbo. Sot flasim për një vendim të fundit të gjykates administrative rajonale të Kalabrise, seksioni i Reggio Calabrias, me numër 68, datë 23 shtator 2025. Gjykata shpallit të papranueshme padine e paraqitur kundër refuzimit të rinovimit të një legje qendrimi, duke deklaruar se çështja nuk i përket jurisdiksionit administrativ, por kompetencës së gjykatës së zakonshme. Drastikisht të bënteme një shtetas të huaj që kishte kërkuar rinovimin e legjes së qendrimit. Administrata e kishte refuzuar kërkesën sepse personi kishte munguar në territorin italian për më shumë se 6 muaj në kundërshtim me dekretin e presidentit të Republikës nr. 39 të vitit 1999. Megjithatë, kërkuesi kishte paraqitur dokumentacion mjekësor që provonte një periudhë të gjatë të shtrimi në spital dhe terapi rehabilituese për shkak të problemeve serioze shëndetësore. Tari skaroi se kërkesa duhet interpretuar si një kërkesë për rinovim të legjes për arsye familjare e jo për arsye pune, dhe për këtë arsye i përket sferës së të drejtave subjektive që mbrohen nga gjykata e zakonshme. Me këtë vendim, gjykata konfirmon një parim tashmë të konsoliduar, mosmarrëveshjet që lidhen me legjet e qendrimit për arsye familjare dhe me të drejtën e bashkimit familjar nuk janë kompetencë e gjykatës administrative, por e gjykatës së zakonshme. Një vendim i rëndësishëm që rikujton edhe një herë nevojën për të ndaluar midis të drejtave themelore të njeriut dhe kompetencave të administratës publike.